Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë këtë moment kaq të bukur. Po sa bukur që Gjesti ka nxjerrë ca fotografi fantastike me familjen e tij, duke kremtuar, duke shijuar festën e Kurban Bayramit. Familja duket që janë shumë të lumtur. Në fotografi është zotëri e Toni, zonja Sebahat, Blerina, vllau i Gjestit, të gjithë të gëzuar dhe të kënaqur me suksesin, me arritjen e djalit të tyre. Unë përzemërsisht dua t'ju uroj festën kësaj familje të bekuar. Unë këto foto i prisja me shumë dashuri. Gjestin e mbajnë si atë të voglin e shtëpisë, edhe pse është më i madhi, por e respektojnë si të voglin e shtëpisë. Dhe ku ka më bukur se sa të shosh një familje shqiptare që është e gëzuar, është e lumtur dhe është e kënaqur me suksesin e arritur të fëmijës së tyre. Dhe pikërisht kjo familje sot feston 2 festa. Në fakt feston 3 festa. Feston ditën e madhe të Xhuma, feston arritjen e suksesit të djalit të tyre dhe feston edhe Gjestin më të lumtur se kur. Atë Gjestin që nuk rrimë duke duar trokitur apo nuk rrimë duke trokitur në përdyert e të tjerëve, po sot suksesin e ka të garantuar, sot suksesin e ka fantastik dhe ai gëzon me lumturi, me dashuri dhe me mirësi. Doja të ndaj këto fotografi me ju sepse janë fantastike. Gjesti dhe familja e tij.